kjo nuk është demokraci. Ky është një version I pervertuar I asaj që ka pasur gjithmonë historik, sidomos në ato që quhen republika oligarkike ose aristokratike, si puna e Romës në antikitet. Aty në parim populli mblidhej një mësakor, ato që quhej forum, për bërë zgjedhjet e funksionarëve kryesor shtetit. Praktikisht njerëzit më të pasur gjithmonë zgjidheshin. Sepse manipulonin sistemin, hidhin para, blinin njerëz që të bërtisnin aty në turm, të krijonin një lloj atmosferash. Pra, këta fitonin gjithmonë. Dhe I vetmi dallim që kishte në elitën politike romake është që nga një herë këta aristokratë kur ziheshin me njëri tjetrin, pa gjithë njerëz shumë të pasur, ndonjë prej tyre përpiqej të bëjë tribuni popullit, përpiqej të kërkonte mbështetje te populli, siç ka qenë këta vëllezër grak në Romën antike, pra duke qenë aristokrat, por duke qenë të hidhruar, po themi, me sërën e tyre, përpiqen të gjenin një farë mbështetje te populli dhe kur e bënin këtë gjë, pastaj sigurisht aristokracia romake I vrau, siç vrau grakët. Pra mbetemi përsëri brenda rradhëve të oligarkisë, pra të një pakice ekstremisht pasur që ka pushtetin politik. Ne duam sigurisht demokraci. Ne duam të garojmë politikisht në kushte të barabarta.